Kapitulli 11. Apostujt dhe vëllezërit që ishin në Jude dëgjuan se edhe paganët e kishin pranuar fjalën e Perëndis. Kur Pjetri shkoi në Jeruzalem, të krishterët e rreth prerë e sulmuan me fjalë dhe i thanë: Ti hyre në shtëpinë e njerëzve të pa rreth prerë dhe hëngre me ta. Atëherë Pjetri u tregoi hollësisht çfarë kishte ndodhur. Isha në qytetin e Jopës dhe po lutesha, kur i rrëmbyer nga shpirti i shenjtë të pashe një vegim. Diçka si një pëlhure madhe po zbriste, dhe e mbajtur në të katër cepat, ulej nga qielli deri tek unë. Kur e vështrova nga afër vura re e pash katër këmbësh të tokës, e gërsira, rëshqanor dhe shpendë të qiellit. Atëherë dëgjova një zë që më tha: Ngriu Pjetër, therr e ha. Por unë thash: kurse si o Zot, sepse nuk kanë hyrë asnjëherë në gojën time gjëra të papastra e të ndyra. Pastaj zëri nga qielli më tha për të dytën herë: mos e quaj të papastër atë që ka pastruar Perëndia. Kjo gjë u përsërit 3 herë. Pastaj të gjitha u ngritën përsëri në qiell. Pastaj menjëherë 3 burra, që i kishin dërguar tek unë nga Cezarea, erdhën te shtëpia ku po rrinim ne. Shpirti i shenjtë më tha të shkoja me ta pa nguruar. Me mua erdhën edhe këta 6 vëllezër besimtar dhe hym në shtëpinë e atij njeriu. Ai na tha se kishte parë një ëngjëll që ishte shfaqur në shtëpinë e tij dhe i kishte thënë: dërgo njerëz në Jopë të marrin Simonin që e thrasin Pjetër. Ai do të thotë fjalët me të cilat ti dhe shtëpia jote do të shpëtohen. Kur fillova të flisja, shpirti i shenjtë zbriti mbi ta sikurse kishte zbritur mbi ne në fillim. Atëherë më kujtua fjala e Zotit që tha: Gjoni pagëzon me ujë, ndërsa ju do të pagëzoheni me shpirtin e shenjtë. Nëse Perëndia u dha paganëve të njëjtën dhuratë që na ka dhënë neve kur besuam në Zotin Jezu Krisht, kush isha unë që të pengoja Perëndin? Kur dëgjuan këto gjëra, ata u qetësuan dhe përlëvduan Perëndin duke thënë: Atëherë Perëndia u ka dhënë edhe paganëve pendimin që udhëheq drejt jetës. Ata që ishin shpërndar për shkak të përndjekjes që nisi pas vdekjes së Stefanit, shkuan deri në Fenik, në Qipro e Antioki, por u shpallnin fjalën e Zotit vetëm judejve dhe askujt tjetër. Mes tyre ishin dhe disa burrë nga Qipro dhe Kirena, të cilët rrugës për në Antioki u shpallën ungjillin Zotin Jezu edhe judejve greqisht folës. Dora e Zotit ishte me ta dhe një numër i madh besuan e u kthyen te Zoti. Lajmi për këtë gjë arriti në vesh të kishës në Jeruzalem dhe ata dërguan Barnabën të shkonte deri në Antioki. Kur ai arriti atje dhe pa hirin që Perëndia u kishte dhënë besimtarve, u gëzua dhe i porositi të gjithë që t'i qëndronin besnik Zotit me gjithë zemër. Barnaba ishte njeri i mirë, i mbushur me shpirtin e shenjtë e me besim. Kështu një numër i madh njerëzish besoi në Zotin. Pastaj Barnaba shkoi në Tars për të kërkuar Saulin. Kur e gjeti, e solli në Antioki. Ata qëndruan aty 1 vit të tërë me kishën dhe mësuan shumë njerëz. Në Antioki dishepujt u quajtën të krishterë për herë të parë. Në ato ditë, në Antioki erdhën disa profet nga Jeruzalemi. Njëri prej tyre që quhej Hagab tregoi me anë të shpirtit të shenjtë se do të binte një zi e madhe buke në tërë botën, gjë që ndodhi në kohën kur perëndori ishte Klaudi. Atëherë dishepujt vendosën që secili prej tyre, sipas mundësive që kishte, të jepte diçka për të ndihmuar vëllezërit besimtar që ishin në Jude. Dhe ashtu bën. Ndihmën u dërguan pleqjve të kishës me Barnabën dhe Saulin.